Me firmën e parë si drejtoreshe e Radio-Televizionit shqiptar, Eni Vasili nuk bëri reform, as transparencë, bëri një gjë të thjeshtë dhe shumë shqiptare, anuloi tenderin e tjetrit për ta bërë vet. Me të njëjtën vlerë, të njëjtin objekt, të njëjtën skem, por me firma të tjera. Pazari ndryshon emër, por jo thelb. Tenderi me objekt shërbimi i mirëmbajtjes së rrjetit të shpërndarjes DVB-T2 me vlerë 10 milionë euro me TVSH me afat 4 vjeçar, ishte parashikuar të zhvillohej në 7 prill 2025 nga ish drejtoresha e RTS Aurora Polo, por u bllokua nga Këshilli i Ri Drejtues i zgjedhur më 17 mars dhe më 12 maj. Drejtoresha e re Eni Vasili njoftoi zyrtarisht anulimin e tij. Në letër ky mund të dukej si një vendim për korrektësi procedurale, në realitet është rrëzimi i një pazari të vjetër për t'i hapur rrugë një pazari të ri, i njëjti fond, të njëjtat specifikime, të njëjtat nevoja teknike, por me kompaninë që do të zgjedhë drejtoresha e re dhe ata që e sollën në krye të RTS-s. Aurora Polo kishte vendosur të jepte kontratën gjigante sërish kompanisë gjermane Rohte und Schwarz, e cila në mars 2021 ishte fituar të njëjtin tender me pok të vlerë. Në prapasken, burime nga RTS konfirmojnë se negociatat ishin mbyllur dhe marrëveshja ishte finalizuar, por ndryshimi në drejtim i prishi planet. Tani Eni Vasili ka hapur rrugën për të njëjtin tender, por me një komision të ri prokurimesh, të ngritur nga njerëz të saj dhe me burime të afërta që përmendin emra të lidhur me zonjën Linda Rama, mikeshën e saj dhe sipas gjasave, sponsoren reale të emrimit të Vasilit përmes marrëveshjes PSPD në parlament. Në vendimin për anulimin e tenderit, Eni Vasili ka firmosur edhe një justifikim që bie era mashtrim, se nuk kishte oferta të përshtatshme dhe me leverdi për RTS-n, por faktet tregojnë të kundërtën. Kishte disa oferta nga kompani shqiptare dhe të huaja, me çmime 20-30% më të ulta se fondi limit. Në thelb, ky nuk është anulim tenderi, është rishpërndarje e favoreve. Aurora Polo nuk u lejua të mbyll marrëveshjen që kishte nisur me Rohte und Schwarz, sepse në këtë fazë pazari i përket dikujt tjetër. Dhe për ironi, kjo është firma e parë një drejtoreshe që vjen me imazh të moderuar, por që po e vazhdon rrugtimin me valizhen e një skandali në dorë. Ky tender përbën 40% të buxhetit vjetor të RTS-s dhe vendoset me votë në tavolinën e prokurimeve të kontrolluara nga varësit e një drejtoreshe që nuk u zgjodh për profesionalizëm, por për lidhje të tjera që shkojnë përtej dyerve të RTS-s. Ndaj historia nuk ka ndryshuar. RTS nuk ka kaluar nga një dorë në tjetrën për të bërë transparencë, ka kaluar thjesht nga një pazar në një pazar tjetër. Të presim kush do e marrë këtë herë, gjermanët e vjetër me obligim të ri, apo një kompani e re me garanci politike nga PS dhe për kujdesje private nga mikesha e kryeministres. Në të dy rastet, kjo nuk është mirëmbajtje rrjeti, kjo është mirëmbajtje pazari.